Vetëm pak ditë pas nisjes së spektaklit të Big Brother VIP Albania 5, misteret brenda shtëpisë duket se sapo kanë filluar. Pas natës hapse të 20 dhjetorit, ku 14 banor u prezantuan zyrtarisht para publikut, sot vëmendja është përqendruar te një paralajmërim misterioz që ka ngritur dyshime të forta se numri i konkurrentëve nuk është ende i plot. Faqja zyrtare e Big Brother VIP ka publikuar një video enigmatike ku thuhet shprehimisht: shtëpia hapi dyert, 14 banor, por jo të vetmit. Çfarë po fsheh vllai i madh? Dyshimet forcohen edhe nga një fragment bisede i përfshirë në klip, ku Miri u pyet: a ka mundësi që ata janë këtu brenda shtëpisë? Ndërsa moderatori Ledion Liço përgjigjet në mënyrë enigmatike: mund të jetë 1, mund të jenë 2, mund të jenë edhe 3. Kjo ka shtuar spekulimet se konkurrentë të tjerë mund t'jenë futur fshehura zi që natën e parë pa dijenin e banorëve aktual. Misteri pritet të zbardhet pikërisht sonte, gjatë spektaklit të Big Brother VIP, ku publiku pret të mësojë se çfarë surprize ka përgatitur vllai i madh.